Jemi sërish së bashku për ato që unë i konsideroj çështje të nxehta, besoj dhe opinioni publik që na ka ndjekur gjatë këtyre ditëve ka qenë në fokus jo vetëm të asaj dosje të Akshit që në fakt ka nxjerrë mjaft element në doni edhe pikpyetje për mënyrën se si funksiononte grupi strukturuar kriminal që nuk kishte në fokus vetëm korrupsionin, por edhe element që e bëjnë të tillë. Ndërkohë kemi qenë së bashku her pas here me avokat, jurist për të kuptuar, për të parë, për të lexuar atë pjesë të dosjes e cila është publike. E pjesë në fakt e gjithë kësaj është edhe zoti Endri Meksi, cilin unë sërish e kam në studio. Mirë se erdhe, Meksi. Si u gjeta? Kur thash pjesë e kësaj është e mënyrës me denoncimet dhe me faktet apo dhe pikpyetjet që ke lënë këtu nga hera e fundit. E para. Të tëra bashkë? E para është, ke munguar, ke qenë këtu të hënën, më the do jem çdo ditë në media. Jo, të hënën sisha. Kur ishte? Jo, të hënën ishte. Martën, po. Të hënën ishte në Spag, po. Të vendit në Spag, po. Të martën? Të martën mëngjes, po. Po. Prap 2 ditë i ke munget, çka ka ndodhur? Se s'ke dalë media. Duke reflektuar për idet, shumë punë përpara dhe duke munduar për të organizuar paksa edhe me stafin, vijueshmërinë e temave, për të kuptuar çfarë u thanë në atë javën e nxehtë kaluarën, me pak nxitim dhe insistim, dhe tani t'i japim më qartësi temave që do të ndjekim të Akshit. Ti e quan Akshi dhe grupi strukturuar kriminal, unë mendoj që jemi tashmë kemi konsumuar të momentin e as ja vlen ta thuash më, nuk ja vlen përmendet më grupi strukturuar kriminal, sepse është diçka më e madhe se kaq. Është një, do shumë kujdes me termat tu, është një mënyrë të operuarit që ka qenë prej shumë vitesh në vendin tonë, si një vend i ri në kapitalizëm dhe në struktura shoqërisë pa konfirmuara, pa strukturuara sakt, dhe disa njerëz më të lehtë në të menduar se të tjerë, me më pak respekt për shtetin në tërësi si koncept i një strukture shoqërore që mban gjithë makinerinë në këmbë, le të themi, e morën shumë lehtë dhe e shkatëruan në një farmase. Kështu që nuk është çështje thjesht grupi strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal është një temë që i përket drejtësisë, procedurave të saja, të raspakut, gjykatave dhe avokatëve të palëve, dhe ka peshën e vetë në bazë atyre neneve të kodit penal, pra ka atë ngarkesë, le të themi. Për ne që e komentojmë në studio, në këtë moment ka të ngarkesë. Kështu që është diçka që është më e madhe se kaq për mendimin tim dhe do kohë që ta trajtojmë, prandaj edhe mungesa ditës dieshme, sepse bashkë me disa anëtarë të stafit po merremi për të kuptuar temat që do jenë vijim. Nuk është më java e kaluar që kishte, besoj është lexuar qartë nga shumë aktorë, kisha dhe unë një farë ngarkesë time për ta bërë paksa më shpejt për të thënë disa ide, tani kemi pak më shumë kohë për t'i thënë më ngadalë, le të themi. Ka kohë. Me dokumenta. Gjithmonë përpjekja është me dokumenta, sepse për të bërë keq interpretime është kollaj, dhe për atyre keq interpretimeve jemi edhe këtu në të situatë sot Aida. Si të mia, si të juaj, si shumë tjerëve. Kur korrigjoj përsëri në një nga kolegët në studio, nuk është për keq dashje apo për në ndjenjë superioriteti, është për të hequr mendjen, sepse momenti që gjykoj unë që po kalon e tërë Shqipëria ka nevojë për më shumë saktësim dhe më shumë qetësi dhe në mënyrën si akuzojnë gjërat. Pra, zakonisht media akuzon për çdo gjë me vrap, okay? Ti dje kishe Marilyn Kume në studio, jo ti, po kolegët e drejtës, po, ishte një kronik ku thuaj që 65% diçka të tilla tenderave janë të paracaktuar. Unë s'do e thoja kur, për te e kuptoj sensin e gazetarisë. E kuptoj sensin pse del një lajm i tillë, se këtu punojmë, jam i qartë. Por nëse do të shkoje me optikën për të nesër për të bërë një kallëzim apo për ta mbrojtur, nuk ka rëndësi SPAK apo një çdo lloj strukture paksa më përgjegjëse, me më kushtozime në formën si operon, ti nuk e mbron dot atë, se ti nuk ke mundësi operacionale të marrësh 65% tenderave dhe të verifikosh një për një dhe të thuash se secili ishte i tillë. E kuptoj. Skema klasike e gazetarëve është që nëse ka një pjesëmarrës, automatikisht ka korrupsion. Dakord? Se lexohet si, po, të jep indicje. Dhe nuk jam kundër leximit që bën media, çdo gazetar që e bën. Jam dakord me të lexim dhe kështu kemi shitur gjithmonë dhe në prodhimin e lajmit. Po nuk qëndron, po të shkosh për një gjykatë. Te rasti dosjes së Akshit, meqense më the që po punohet më shumë dhe me dokumenta, përfshirja ime nuk është më vetëm në pjesën e të bërit lajmit. Kemi shkuar paksa më tutje se kaq, që nga dita hënë edhe mvijim kështu do jetë për mua të paktën. Isëm ke thënë që deri më 31
maj, tani çfarë do thotë kjo se na ketë rrezuar pak? Deri më 31 maj ishte ajo çka thash javës kaluar për pjesën që do merresh ombull për lajmet. Në fakt do shkojmë përtek saj, thash edhe një herë. Sa po shikoj unë? Jo juve, po thoja unë. Nëse po shikoj unë, nuk deklarata po them. Do shkojmë përtek saj date, sepse thash dhe dita e hënë e ndryshon rrjedhën e ngjarjeve, se tani çka kam thënë, më duhet edhe ti provoj në farmace dhe prandaj kjo punë që do të jetë më cilësore për të thënë me më shumë detaje, për të dhënë një version më qëndrueshëm, një debat eventual, qoftë publik, qoftë në tjera instanca. Je thirr prapë apo akoma? Jo, si u thirra prapë, do çdo ditë. Jo, po thash mos. Po jo, thjesht do të faktuar këto. Po nuk faktohen, po ato nuk është se kam të çështje, kam tuf punë, çfarë lidhje ka? Nuk kuptoj. Kur tjetë që do gjykojnë ata e din. Pyetje bëra. Unë nuk është se kam një dëshirë, as shkoj prapë, mos shkoj prapë, nuk ka lidhje, kupton. Ne do vazhdojmë punën tonë dhe kaq. Dakor. Ishte edhe në kufi të kuriozitetit tani se edhe pyesim ndonjëherë për tillë gjëra dhe ne ke dhënë këtë komoditetin që themi çfarë duam në hapësirën tonë brenda profesionalizmit. Jam shumë kemi çdo pyetje. Përfaqësova atë kategori që mund ta ndjekë dhe thon një sekond mos është thirrur prapë, s'është çudi. Do shkojmë, do t'i paraqesim dokumentat, është një gjë. Por ajo që është gjëja kryesore, vazhdo. Ajo që për mua është gjëja kryesore, se deri tani u mora me disa elementë që kanë të bëjnë me mënyrën se si është qasja juaj në media apo ai komoditeti që na jep në komunikim, tani dua të dalim tek një gjë tjetër që për mua është thelbësore dhe që ka të bëjë me realitetin. Përmendë pak atë të Mari Glen Kumes që ka të bëjë pra me mënyrën se si ose perceptimi ose lajmi se si vjen. Çfarë ndodh me tenderat? Si do ta kuptojmë këtë? Çfarë ndodh? Sepse janë institucione të cilat ju thoni atë shprehjen edhe mund të jenë bërë pis, ose këta i kanë bërë pis, se nuk është vetëm akshi këtu. Këtu ke elemente të tjerë, kemi përmend KPP, kemi përmend DSIK, kemi përmend të tjerë që s'di sa do dalin rrugës, nëse i thellojmë dhe i kthehemi prapë. Çdo tender që bëhet në Republikën e Shqipërisë, po kudo në botë është pak a shumë e tillë, ka palë që tentojnë ta bëjnë pis në sensin që duan ta paracaktojnë, apo nëse nuk është i paracaktuar, ta kushtozojnë rrugës dhe një ndërtimi të zgjedhur, të parazgjedhur po i quajmë. Të habitesh për të gjë do të thotë ti je budall në 2026. Kjo gjë ndodh. Roli i supozuar i shtetit është të garantojë një garë sa më të mirë. Gara sjell konkurrencë, sjell edhe një farë drejtësie hyjnore, po ta quajmë shumë në ndarjen e paras publike mes palëve. Jo se është qëllimi ndonjëkujt, po supozohet në jetë që të ndodhë diçka e tillë. Në rastin e Shqipërisë, strukturat që merren janë zakonisht prokuroritë e ndryshme të rrethave dhe SPAK-u në disa çështje më të rëndësishme, qoftë për shkaqe mediatike, qoftë për rëndësinë e politikanëve të përfshirë. Tani, kur thua paracaktim, do provuar. Që Akshi kishte probleme ditë tërë tregu e tij, nuk flisnin, edhe kur flisnin në kafene për këto tema, flitet gjithmonë në skenarin që pse kapi filani dhe se kapi ti për shembull. Nuk kishte kur këndvështrim kritike ndaj skemës. Ka qenë shumë të rrallë aktorët që mund të kenë shprehur një farë gjykimi mbi mënyrën si ishte strukturuar tashmë ai institucion. Për arsye nga më ndryshme, mos i rikthehemi prapë se nuk ka vlerë sot. Kjo histori është pak a shumë publike, po debatohet. Dhe në këtë sens ja vlen disa debate të vazhdojnë, dhe deri në 31 maj, po edhe për te 31 majit, për të sqaruar të paktën disa gjëra mos ndodhin prapë njësoj, se nuk ka asnjë sens pastaj. Pastaj do të ishte idiotësi nëse pas 6-7 viteve, 8 viteve, ne jemi prapë në një situatë. Dhe Akshi ka një rol më të madh se ti institucione në shtetin shqiptar, për shkak dhe natyrës ligjore, mënyrës së shkruar me fokusin te centralizimi, për shkak dhe tërë shërbimeve që prek dhe në shtytjen përpara të shoqërisë shqiptare, pra digitalizimin tërësi, kemi centralizimin, pra kemi digitalizimin, si dhe pse jo, është dhe një motor të heqjes të investimeve që dhe private, shpresojmë të ardhmen, për shkak të modernizimit që sjell digitalizimi, dhe në optikën e një të ardhme dhe në BE. Në këtë logjik, në këto tre sense, unë gjykoj që ne, patëm si media, i tërë tregu medias, jo vetëm ne në veçantë, po patëm dhe unë të rast, do kemi fokus për ta pastruar në një farë forme, jo në sensin e qëllimit për pastrim, se ne si jemi prokurori, as kemi atë rol as atë interes, por ndihmojmë që disa gjëra të dalin sa më qartas dhe të jenë një herë për gjithmonë ndoshta të mbyllura. Në këtë sens është ajo puna më shumë që thashë disa tema janë më teknike, kanë nevojë për më shumë analizë dhënash dhe gjetje dhënash fillimisht, pastaj analizë që mund t'i raportojmë më saktë. Po, më që jemi tek saksia dhe ndoshta ndihmojmë edhe nëpërmjet materialeve.
aplikimet për funksionin e kryetarit e Komisionit të Prokurimit Publik të KPP-ja po ndale mu një gjë, se ka shumë gjëra që i kam në mend dhe besoj ti them sot, nëse si them do t'i them ditët në vijim kur të vish. Tani, e kemi diskutuar me të ftuarit tu si një çështje delikate duke parë procesin e të tjerë. Po çfarë ndodh? Shi njoftim që bëhet nga në faqen zyrtare, kush është kronologjia, çfarë rëndësie ka dhe për ta kuptuar, zoti Meksi, se jo të gjithë kriteret kush janë, si për zgjidhjen, se nëse kemi folë për institucione, po atë kuptojmë pak gjithë së bashku, çfarë ndodh? Atëherë, KPP, e kam thënë disa herë këtu në studio, prej ndryshimeve ligjore të vitit 2020, që janë bërë me qëllimin e parafrimit me direktivën e BE-s të asaj kohe, dhe është sektor pothuajse 100% motamo, siç e ka BE-ja, pra në nivelin ligjor, për të faktit që shumë aktorë, edhe në vetë si kompani private të MCN-s, e kemi vuajtur pastaj ndryshimit ligjore sepse nuk i kuptonin qartë mënyrën si dushin aplikuar në procesin e ankimimit, le të themi. Ligji që në 2020 i ka dhënë rol të madh, sepse çdo ankimim përfundon në KPP. Dhe si rrjedhoi ajo strukturë juristësh, antarësh, një grup rreth 20 e diçka veta që bën punën, kanë rol shumë të madh. Kjo është arsyeja pse prej 2-3 vitesh është folur në formë vazhdueshme për modernizimin me përdorimin e inteligjencës artificiale të asaj strukturën dhe në veçanti si rrjedhoi dhe të APP-s dhe komplet procedurës si bën tenderat, pra platformës online në cilën aplikohet. Dhe padyshim nëse bëhet sakt, do të sillte përmirësime të paktën në fluksin e punës, sepse dhe afatet janë një çështje që KPP-ja sot i vuan, po aq struktura ka, aq njerëz ka. Kapaciteti pastaj. Kryetari i fundit i KPP-s është zgjedhur në 9 korrik 2020-s, që ka mandat 5 vjeçar, pra do mbaronte në korrikun e 2025-s. Ajo që ka ndodhi është që Këshilli i Ministrave, se aty nis procedura, hapi garën diku në janar të 2025-s, bëri njoftimin, aplikimet mbylleshin nëse s'gaboj diku në fund të janarit, dhe në mars nxori vlerësimin e 2 kandidaturave që ishin atë periudhë. Ka pasur dhe një vendim Këshillit të Ministrave, datës 12 mars, që i përcoll kuvendit 2 kandidaturat dhe pikëzimi për katës. Nga ai moment deri në fund të qershorit nuk ndodh gjë. Në fakt nuk kam informacion çfarë ka ndodhur. Në sensin që është thjesht një periudhë e gjatë, këto duhet bëjnë në dukje nga 12 marsi deri në 30 qershor. Në 30 qershor është data në cilën Jonait Myzyri pezullohet nga SPAK. Pezullimi, patën në syrin tim, ra direkt në Vurare, sepse mandati tim mbaronte në 9 korrik 2025-s. Dhe ishte një procedim penal i 2022-shit dhe po të vihet re njoftimi SPAK-ut të asaj kohe, saktëson që është i ndarë më vete nga procedimi më parshëm i 2019-s. Pra ishin çështje të vjetra, që ndiqeshin prej kaq kohe, dhe patën një nxitim në një moment të caktuar, në fundin e qershorit të 2025-s, për t'i dhënë gaz. Që përkon me mbarimin e kjo çështje ka dalë shpesh në media, është përfolur e pasere, do shumë kujdes, nuk kemi të tërë pikturën e asaj çka ka ndodhur, kështu që është mendoj unë e udhës, prandaj dhe tot slajdet nga pas, është e udhës që të paktën të saktohet kronologjia për të kuptuar qartë, më qartë kornizën në cilën po flasim, si dhe të hidhen 2-3 ide. Një ide që unë kam punuar të ditë me stafin ka qenë të kuptojmë procedurat e ndryshme të prokurimeve që kanë qenë në ankimim deri ditën që zoti Myzyri ka qenë në detyrë dhe ka firmosur dhe ato pas. Pra le të themi 100 procedura përpara, 100 procedurat mbrapa. Për të parë cila është procedura nëse ka pasur eventualitetin që unë gjykoj që po, ndërhyrje apo influencim apo nxitim. Dhe një procedurë bie në sy, që është me vlerë veçantë, është procedura e famshme e RTS-s e sistemit DVB-T2. Diferenca e vlerave të prokurimeve përpara pezullimit Jonait Myzyrit dhe atyre pas, po të marrësh 91 copë nga të 2 krahët, pra 91 prokurimet e fundit ku Jonait Myzyri ka qenë firmëtar dhe 91 prokurimet më pas, sepse 91 është tenderi i RTS-s mbrapa, është fiks vlera e këtij tenderi. Pra, paka shumë të tjerët janë darë statistikisht të rregullt. Detaj shumë interesant, por përgatisim disa tabela do t'i nxjerrim ditën e vijim, që për mendimin tim provojnë në mënyrë empirike, quhet kjo në botën e shkencës, se nuk kam prova tjera, që gjithë loja është bërë për atë tenderim. Dhe ai tenderim në datën 21 korrik, unë nënshkrua nga 4 antarët e tjerë dhe ju dha
shoqërisë që tashme ka humbur, RNT. Dakord? Në media në të javën e kaluar ka pasur disa herë tema mbi këtë procedurë. Ne trajtuam javën e kaluar. Po përcjellim besoj, po tani. Kjo është. Sa ty thot, akuza bomb antarit të KVO-s, korrupsion në tendere, se duhet thënë dhe shifra, 9.5 milion euro të RTS vlera u dyfishua. Tani çfarë vërtete ka kjo? Unë po i referohem portalit, besoj me korrekt. Ky tender është shumë i vjetër. Është një tender që ka nisur që ditën e parë të vetën me një farë lufte. Sistemin e fitoi një kompani gjermane, quhet Rohde & Schwarz, në kompanitë më të mira që kanë në botë për të teknologjira. Është kompani prezente në tregun shqiptar dhe me zgjidhje të saj shumë të avancuara teknologjike në tregun e AKEP-it për pjesën e motorimit të frekuencave. Zakonisht, edhe kompanitë të mëdha vinë në tregun vendas nëpërmjet një partnershipi me një kompani më të vogël shqiptare që bën mirëmbajtjen. Në këtë rast, Rohde & Schwarz, që nga 2015-16 e këtej ka punuar me kompaninë Ideatel, Zoti Karkini. Zoti Karkini ka dalë shpesh në media dhe për një histori të vjetër 2016-s, në cilën në një formë vazhdueshme është goditur, ka qenë lidhje me një histori kadastre të zonës Pylles. Historiku gjaj vjetër. Dhe ka vijuar, le të themi, kjo dalja e tij konstante në media. Rohde & Schwarz ka zgjidhur punime të kompani. Paka shumë kjo e mbyll historinë në sensin praktik të çështjes. Dhe vim në 2026-ën, tenderi i ri hapet, e fiton përsëri Ideatel, por kësaj radhe ka risira, kompanitë të tjera që tentuan ta merrnin, ato kompani që vitin e kaluar ishin të ndara tani janë bashkuar, Realcomi dhe TBS-ja dhe RNT-ja. Kësaj radhe janë bashkuar bashkë dhe KVO-ja i ka skualifikuar për akuzën e falsifikimit të letrave, që trajtuam javës kaluar, që është një akuzë shumë serioze, ngjerët atyre ta provojnë më vonë në vijshmëri të historisë. Dy përfaqësuesit e dy kompanive kanë reaguar për më të thënë të vënë javës kaluar, kanë thënë që do ndjekim hapat ligjor. Dhe është më së normale që t'i bëjnë, sepse është një akuzë e fortë, por që përtej pjesës imazhit i dëmton në sensin praktik, sepse rrezikojnë skualifikimin për 3 vite nga APP-ja për çdo procedurë publike, tenderimi. Që është shkatërimi i biznesit, për ato që punojnë me tendera, në terma praktik. Pra është një akuzë goxha me pasoja. Tani, ka dalë ky lajm i ri tek kapitali.al, ku del që një antar i KVO-s ka thënë që është korruptuar. Në fakt, po të shkosh në historikun, prandaj nisa nga historia, duke qenë që procedura është e njëjta dhe është për disa herë nga 4 vite, e mirëmbajtjes, jo ajo e krijimit të sistemit DVP të dyshit. Është një sistem shumë interesant për historikun e RTS-s, prek dhe temat sot vijshmërisë RTS-s, që është debat që është hapur për muajsh. Shqipëria ka aderuar shumë vite përpara, në fundin e viteve 90, në ndryshime teknologjike që bëhen në botë për sa i përket mediave dhe internetit telekomunikacioneve. Ka një ent ndërkombëtar që quhet ITU, International Telecommunications Union, ITU shkruhet, që bën të tëra strukturat ligjore të shpikjeve shkencore që vinë ndër vite. Pra, shkencëtarët shpikin diçka, mblidhen disa forume shkencëtarësh të tjerë që janë të lidhur me biznesin, dhe këta bien dakord çfarë quhet standard. Ky është DVB-T-ja e para, sistemi toksor, ka rëndësi ta shpjegoj. Sistemi toksor i parë që kalon nga analogu në digjitale, dhe DVB-T2-ja vjen ca vite më vonë. Shqipëria i ka aderuar në këto platforma, në këto ndryshime të shoqërisë. Kur shef gazetarët e pasera apo publikun që akuzon për korrupsion apo diun se çfarë, dekodra, gjitha me radhë janë mbyllëdhiqe. Shqipëria ka kaluar me ligj aderimin. Aderimet në të marrëveshjes ndërkombëtare nuk bëhet me dëshirë dikujt. Janë ligje që kalojnë në heshtje, sa askush nuk e kupton kur bëhen, këtërkohës po shkosh të faqja që BZ-s të tillë, dhe Shqipëria ka bërë me kohë. U vënua procesi për te ligji 2013-s që reformoi AMën e atëhershme dhe RTS-n, u vënua procesi për 150 arsye, intrigash, nuk ka rëndësi, dekoderi, kostot, shtesë. Fakti është që RTS-ja e mori të platformë në 2013-15 paka shumë, që u zgjidh me një gjyq në gjykatën administrative të apelit aty vetoj Rohde & Schwarz, si platformë, u bë me një kredi, më duket A21 milion euro që e mori qeveria shqiptare për ta financuar, si ishte investimi i madh, u bë dhe tani bëhet fjala për mirëmbajtje. Mirëmbajtja ka qenë gjithmonë te 8 miliard lekë, 9 miliard lekë në 4 vite. Nuk ka ndryshuar. Ky antar i KVO-s gabon. Dhe i kam kaluar regjisë referencat edhe të tenderit të fundit të bërë në 2020-ën, që është kontratë e 2021-shit, dhe janë dhe vlerat e fondit limit. Janë pothuajse identike. E kuptoj, besoj më ndihni. Jo.
kemi kohë për të. Mirë, e lëm pak se kam për pjesën tjetër. Thash, Unë e paralajmërova që kam disa tema që do ngelen edhe për javën tjetër. Kemi hyrë tani në një fazë teknike që po e shpjegoj shumë të rëndësishme. E njëjta procedurë kur është hapur në 2020 dhe u nda në 2021 që e mori njëti kompani, ka qenë me njëtën vlerë fondi limit. Pra nuk është se fondi limit ka ndryshuar. Pra ai antari KVO-s që bëna denoncimin, do ishte mirë nëse ka diçka për të thënë dajtë të thot me emër, mundësisht e ftojmë këtu në mëndësën të vëtë vita thot, e ka derën e hapur, por nuk mund të bëj pjesë një procedurë thjesht se janë ca interesa të tjerë që kanë ngecë në mes. Fakti është që kjo procedurë, për mendimin tim, ka të bëj, për të kthyer të pyetja jote, me goditjen e kryetarit KVP-s vitit kaluar, pavarësisht se unë se provoj dot, por thjesht po hedh një ide këtu ja. Dhe rrugës, ndoshta gjërat më shumë do kuptohen, do vijojnë, por që nga i moment e tutje, KVP-ja është pa kryetar, gara u rihap në nëntor 2025-s, u mbyll në prill 2026-s me pa përcaktuar një kryetar, dhe është rihapur përsëri tani dhe është në vijim. Ti lejmë kohën e vetë, ecim vijimi që ka, pa e folur më tutje do gjykoja unë. E kuptova. Pra çfarë, jo për ta përmbledhur se ju e sqaruat edhe çështjen e lidhjeve, por edhe anën teknike që është shumë e qartë. Po kuptoj që dyshimet sot janë që gjithçka ose arsyetimi dhe logjika mbi faktet, më shumë se dyshimet, është që gjithçka për funksionin e kryetarit të Komisionit të Prokurimit Publik na çon dhe e lidhim pikërisht me këto para, po them, ose po i them tendera, ose me këtë aferë, ose me këtë lëvizje, si ti them. Aty janë 5 antarë dhe një tuf juristësh nga pas që punojnë. Dakord? Te dosja e Spakut për Akshin, te dosja GKK-s, kam mund të saktësoj çdo herë, sepse duhet saktësuar nga ku e kemi marrë, për mos me bërë pisë më shumë ambientin. Dhe ato vendimet janë dhe 2 emra të 2 prej juristëve që kanë operuar. Unë gjykoj që nuk ka qenë kazuale nxjerrja atyre emrave aty te vendimi. Nuk janë momente të tjera. Janë 2 personat, juristë, që kanë punuar dosjen, siç funksionon me strukturat kolegjiale. Do ta rimarrim të ditët e tjera në vijim, ndoshta edhe bashkë për sa i përket basteve. Strukturat kolegjiale kanë gjithmonë një grup që mund të quhet e pasere sekretariat teknik, që përgatit aktet. Akti vjen në formën e projekt vendimit, projekt aktit quhet, po thuajse i mbaruar në vendimmarrje. Dhe struktura që merr vendimin, pa pikë dyshimi, ka zërin e vet, po një pjesë e mirë të punës është bardhur përpara nga juristët. Siç ndodh në gjyqe, kur relatori ka rol veçantë, dakord? Pa dyshim votën e kanë njësoj dhe mund ta hedhin poshtë. Por në këto raste, nëse realisht struktura funksionon e pa komplikuar dhe pa tensionuar nga ndërhyrjet e jashtme, debati do të ishte i pastër dhe të shkëmbejnë det. Nuk ndodh. Ajo që ka ndodhur në praktikë është që kryetari ka rol veçantë sepse ai kushtozon në një mënyrë strukturat poshtë dhe padyshim kanë përplasje mes antarëve se 5 vota janë. Pra mund kemi vendime ku mund dalin 3 antarë dhe kryetari në kryetarit kundëra. 5 janë, 3 antarë dalin në një situatë dhe 2 tjerët kanë mendim pakicë. Ajo që ka ndodhur në të raste është që mendimi pakicës ka vlerë për gjykatën më tutje kur ankimohet. Dhe nëse mendim pakicë janë kryetari dhe nën kryetari, për shembull, kjo është një rast shumë i veçantë, sepse i sikletos 3 antarët e tjerë kur të përballen në gjykatë administrative të apelit. Okej? Dhe pavarësisht se ekziston një lloj ideje juridike që vendimi i tyre nuk ka pse të jetë problem në nivel të Spakut, nuk është kështu. Rasti po i RTS-s me zotin Gëllçi tregon që nuk që e tillë. Zoti Gëllçi u gjykua, çështja vazhdon akoma në Strasburg, nuk na takon neve ta interpretojmë. Unë jam super mik i tij dhe kam qenë gjithmonë në krahun e tij, kështu që nuk më takon fare të jap komente te kjo rast, por po të thënë thelbin, megjithëse kishte një vendim KPP në favor të tij, ai përsëri u dënua. Pra janë 2 strukturat ndara KPP-ja e gjykata administrative, merren me pjesën e procedurës kujt i takon si tender, pra kush kanë parat, nuk merren me aspektet penale. Spaku ka tjetër vjushmëri dhe ka detën e vet të ndjeki këtë historinë e tij. Pra, kjo pjesë e antarëve të KPP-s dhe juristët nga pas kanë goxha strese. Në të sens, mungesa e kryetarit bie në sy sot dhe prandaj ka rëndësi procesi që është i hapur për ta vënë. Por kësaj radhe në garë nuk është vetëm kryetari. Kryetari ishte zgjedhur një vit përpara 3 antarëve, 2020. Antarët e tjerë u zgjodhen në 2021 dhe një antar i fundit do zgjedhet më vonë, se nuk kanë përkuar njësoj mandatet, nuk janë në 20 ditë. Që do thotë në të moment kemi në 20 datë të hapur garën për 1 kryetar dhe 3 antarë. Rinovohen 4 antarë të KPP-s. Pra kjo strukturë me 5 burra dhe gra, që vendos për të gjithë tendrat e Shqipërisë, veçanti për tendrin e Potoromanos, që ai shumë është folur në media me 300 milionë euro vlerë, apo të tjerë tendra, dakord? Prandaj ka interes të shikosh cilat janë tendrat e mëdhenj që janë vendosur,
nga KPP-ja. Te rasti Porto Romanos, detaj ligjor është fakti që kompania franceze nuk pagoi tarifën e ankimimit, që nuk është e vogël. Sa më i madh të tenderi, aq më shumë është kostoja e ankimimit, që në skenarin kur është blof, është një blof i kushtueshëm. Po mos ma... Jo, po ka rëndësi, nuk po largohem. Dhe do t'i rikthejmë sa Porto Romanos, se ka, po të çosh vendimin, ka detaje. Po jo sot. Por ta përmenda për të thënë që duke qenë vlera e madhe, kuptohet rëndësia e kësaj strukture që është KPP-ja. Nuk është një rëndësi kazuale, dakord? Kështu që pa dyshimi ka një interesim mbi këtë. Dosja e Spakut e ktheu në dukje, në qartësi, sepse në mes kemi një pengmarrje, në mes kemi një histori hakerimi të një platforme si që Albania që nuk ka ndodhur, dhe askush se ka ndjekur në vjushmëri, e tham para disa ditëve, pse KPP-ja në rolin e nënkryetarit do të zgurë nuk e ndoqi një akuzë aq serioze në prokurin Tiranës siç ka bërë një shkresë për hakerimin e Albanias. Pra duket sikur e kanë ditur ata vetë të tërë, katër antarët, që i Albania nuk është hakeruar në fakt. Dakord? Ne e mësuam pengmarrjen e zotit Meçën në dhjetor, kur ajo doli publike. Në 20 gusht, zotërinjt e KPP-s nuk e dinin që ai është marrë peng, normalisht. Nuk kanë pas se ta dinë. Atëherë ata do të besonin versionin që ka shkruar në letër. Ai ka thënë jam hakeruar. Hakerimi i Albanias do të ngrinte alarmet, do ta ndiqnin, do ta vijonin, dakord? Tani, ne si media ndoqëm. Tu kalojmë taj slide tjetër, për regjia. E di që po mendoj, do vish dhe ulesh në një ditë e këtu, se unë as nuk po ndërhys sot. Jo, pëske, ti ndërhys sot duash, je lirë të të Po jo, po këto janë ka gjyra teknike, për shumë më kaloj e pyetje që kisha, ore këta KPP-s që flasim neve, qa kriteresh kanë këta për tu... Kriteret e tyre janë me IVKM, po nuk ka si vlerë, janë kriteret tipike, kenë eksperiencë, kenë CV të pastër, mos kenë probleme tilla, mos jenë ndjekje penale. Kjo pikë interesante. Kjo, kalova këtu, se s'mundesha. Laj thaj, këto janë kriteret zakonshme. Pra, është një gare gjërë. Ndër vite kanë aplikuar shumë veta. Pra, nuk është gare rezervuar, jo, nëse që kjo sensi jot. E kuptova. Në 25 gush, pasi kemi parë... Kjo na prek gjithve, se kjo nuk është halli i shqiptarëve themu. Pasi ne këtu pamë atë vendimin e KPP se sjaronte logjikën e hakerimit që zoti Meçë shpjegonte, ishim kurioz dhe nisëm dy shkresa Akshit dhe AKSK-s. Në atë moment nuk kishim kuptuar rëndësinë e KPP-s. Sepse KPP-ja po e ekspozon të atë material. Dhe bile i vetmi reagim, e kam thënë dhe javës kaluar, ishte që bravo KPP-ja që po nxjerrën duke një problem kaq madhor. Dhe ne i shkruajtëm Akshit dhe AKSK-s për të pyetur vjushmërinë e kësaj ngjarje. Pra, ishin 4-5 ditë që dal vendimi, po ngjarja ishte e ditëve të 12 gushtit. Asnjëherë askush nuk u përgjigj, ne kemi çuar me post, kemi edhe provën e marrjes së letrës nga ana tyre, dhe ajo çka bie në sy është në regjistrin e transparencës që quhet. Në çdo faqe qeveritare ka një seksion transparenca, ku ndër të tjera gjenden të dhënat dhe mënyra se si do aplikosh për informacion, gjendet dhënat e koordinatorit të informimit, që është detyrë ligjore që nga viti 2013 me ndryshimet atëhershme të atyre ligjeve për afrimin e BE-s që u bën në fund mandatit zotit Berisha, fillim mandatit zotit Rama, që ishin disa ndryshime për të afruar dhe të BE-s. Për popullin ishin madhore ato, ishin shumë të rëndësishme si fazë. Ishin pjesë e debatit të asaj kohe, sepse ishin në moment tranzicioni, gjatë kalimit nga qeveria Berisha dhe qeveria Rama, ka patur disa ligje dhe kontrata koncesionare që u bën me forcë dhe që vazhduan historinë e shqerit tyre. Pra, kuptoj që ishte një situatë e nxehtë e ndrimit të pushtetit. Dhe pasoj, dhe pjesë e debatit ka qenë dhe komisioneri për informimin. Ne bëm punën tonë. Ne nisëm shkresat mungojnë të regjistri i pyetjeve përgjigje që quhet, e faqja transparencës mungojnë. Pra, ata nuk kanë lënë gjurmë fare që i ka ardhur pyetja. Jo vetëm nuk përgjigjen, por nuk duan të lënë as gjurmë që është bërë pyetja. Kjo është shumë interesante, sepse debatin për transparencën qeveria ndërkohë e ka ndjekur, por është e qartë që nuk e ndjekin këta poshtë, që kanë halë të tjera. Ka pasur një konferencë shumë të madhe datës 16 dhjetor, për koincidencë është në ditën në të cilën ndodh dhe plasja e masave të sigurisë të Akshit. Kryeministri Rama ditë ka qenë me ministrin e Financave në një konferencë bashkë me komisionerin për dhënien e informimit dhe mbrojtjen e dhënave, që është i njëjti, zoti Dervishi në këtë rast, dhe kanë trajtuar temën e transparencës, që padyshim është shumë e rëndësishme. Bie në detaj në sy që këto pyetje as Akshi, as AKSK-ja,
e fundit të gushtit, në Karcanaj dhe Zoti Tafa, nuk i kanë regjistruar. Mos regjistrimi tyre është interesant, se është një praktikë që ka ndodhur shpesh. Është një praktikë që ndodhë me protokollet në shtet. Sepse duan të koordinohen, duan me stafit të dinë çfarë të bëjnë, duan të bëjnë atë gjën që unë trajtova edhe me turpin tim të koordinimit me median për t'i thënë hiqe shkresën. Dakord? Dhe ne e kemi bërë pas here, dhe për të arsye nuk regjistrohet. Në momentin që nuk regjistrohet në protokoll, nuk regjistrohet as te regjistri. Nuk mund të linë gjurmë në një vend po në një vend jo. Në të rast do ishte interesant të shihet nëse në protokoll kanë regjistruar dhe nëse në regjistër vetëm jo. Pra është lapsus informatik apo jo. Por ishte detaj që gjykova që vlente për ta vënë dukje në kuadrin e debatit që kemi hapur dhe për transparencën, sepse janë to detajet e vogla që mundësojnë gjithë to krizat e mëdha pastaj. Nëse të gjitha mediat do ta kishin goditur akshin në to 3-4 vite në fond vazhdueshme me pyetje për gjërat që kanë rëndësi realisht për publikun, nuk do ishim në këtë deret që e sot. Ka një heshtje që denoncohet jo nga ju, po në gjithë këtyre kohëve që ne kemi trajtuar kur doli si skandal në atë dosje, me detaje, të shumët janë të ftuarit në studio që thonë, media nuk është marrë, flas tu për juristët që janë aty. Pse media nuk merret në tërësi, rrjedh dhe për natyrën teknike të çështjeve, por pyetjet dhe bërja shkresës nuk është aq teknike. Ne që e bëm shkresën datën 25 gusht nuk dinim çka kishte ndodhur. Kur e shoh sot, unë qesh me atë shkresën. Sepse ne besuam që i Albania është hakeruar dhe lajmi në atë moment ishte hakerimi i saj dhe kaq. Dhe hakerimi i Albanias pa pikëdyshimi është problem. Dhe logjika që kishim ishte nëse hakerohet accounti tek i kompanisë që pak a shumë ka qenë ndërkryesorët që ka kontribuar në krimin e saj, situata është keq. Pra asnjëherë nuk menduam të diçka tjetër. Dakor, keq në sensin teknologjik. Pra keq është dhe sot, se sot punon në Albania, është hall ka 3 ditë që punon. Sot ka tjetër situatë për mendimin tim. Do të trajtuar me kujdes. Sot mendoj që kjo goditja nga ana e SPAK-ut, kompanive të përfshira, ka krijuar shumë lëmshë në ato, staf dizorientuar. Është hetimesh po thua. Po siç më pyeti mua për mbajtjen e SPAK, siç më pyesin tërë kolegët çfarë ndodhi, çfarë ndodhi, të gjithë çunat e hetis janë shqetësuar, mund ta marrësh me mend situatën në të cilët punojnë stafi i Akshit dhe stafi i kompanive private, kontraktorët e Akshit. E kuptova. Dhe duhet mirë kuptuar, për të thënë drejtën, sepse një situatë ku ka dizinformim konstant, ka panik, ka frikë, ka shqetësime, dhe në këtë sens është, do të thoya deri ku normalit këtë vonesa në deliverin e disa shërbimeve. Konkretisht bëhet fjalë për platformën i Albania 2.0, që duhet të kishte mbaruar që në nëntor, tentuan në janar ta nisnin, tentuan në prill përsëri, por unë di të konfirmoj të gjë. Përpjekja të stafi kryesori i Akshit ka qenë konstante për ta bërë të lançohet. Ka ca vështirësira, shpresoj t'i kalojnë. Kjo nuk i bën pis ata, se janë sfida që i ka tërë bota, mos harrojmë rastet kur kemi pasur lajme për shkëputjet e WhatsApp-it apo të tjerë platforma ndërkombëtare, bie në sy dhe jashtë flitet, edhe bëhet lajm, bëhet meme, bëhet çdo gjë, por nuk është në vetë problem. Hakerimi është më problem. Hakerimi cënon integritetin e dhënave, që është tjetër çështje, sepse krijon pasojë anvijim. Pra nuk është puna punoj ngadalë, punoj mirë apo jo. Integriteti i dhënave me punimin disa orë të Albanias janë dy gjëra komplet të ndryshme. E kuptova. Sot në portalet pavarësisht se si qytetarë ne duam shpejtësinë e cila na është premtuar për të patur shërbime, ndërsa ju edhe si një ekspert dhe që merr këtë çështje keni këtë lloj jo interpretimi, por këtë lloj konvështrimi dhe realiteti që është ndryshe nga ajo që ndoshta ne perceptojmë. Në këtë rast nuk flas si eksperti i IT, se sa më shumë si person i medias, sepse apo me interes në sensin publik, sepse integriteti i dhënave hedh ndonjëherë tërë institucionin. Nëse në një moment, si është rasti kadastrës, po ndiqet si temë për shkak prapë të SPAK-ut dhe Akshit, do të verifikohet, do të konfirmohet që ndërhyrja është pothuajse konfirmuar, po lejmë drejtësisë fazën finale. Çfarë fjalën e fundit për respekt institucionit. Do konfirmohet kapaciteti i tyre personave për të ndërhyrë dhe dëmtuar në atë platformë, në atë sistem. Kjo është një tmerr, sepse atëherë shumë njerëz mund të hapin debate në gjyqet në të ardhmen. Patjetër. Avokatët e kanë nisur këtë. Po, duke thënë që nuk është kështu, sepse ja ka një precedent. Prandaj këto raste duhen goditur. Kur ishim bashkë të martën, unë thash në momentin e fundit të intervistës ku përmenda një gjë që do ta kthej apo se ajo çfarë ka shkaktuar? Nuk di se sa telefonata kam patur, besoj edhe në rrugë zyrtare televizioni, u konsiderua me si deklarat bomb. Pse pjesën e Homeland Justice-it? Po. Bomba aty është në mes, po nuk e kuptuat, prandaj po e sqaroj. Ka patur një rast 2019-s,
unë them ka qira incidente. Ti kuptojnë këto. Mund të pyesin. Në 2019 Ministritë të Financave pati një rast në cilën u dëmtua regjistri qendror kontabël i Ministrisë të Financave. Pati humbje të dhënash dhe zhdukje fletësh. Është një rast që e kapi KLSH-ja dhe atëherë ne kemi shkruar akshit, po atëherë unë e gëlltita turpin tim duke të rrequr shkresat. Për ta thënë këtu. Personi që ka bërë është njëti person që fshihet tek afera e tatimeve 2021-shit, po aty unë kam dyshime nëse është me vërtet përfshirë, nuk e them dot. Më vonë e sigurt tek afera e Timsit, që kolegu jon Ferdinand Dervishi e ka ndjekur, dhe më tutje tek kadastra. Mund të jetë në tjera instanca. Nuk duhet e përmend emrin se unë e njoh personalisht që nuk është korrekte kjo pjesë, po le të dalin nga tjerë që do eksplorojnë. Por të ndërhysh për dëmtuar regjistrin qendror të financave të shtetit, Ministrisë të Financave, duhet të jesh te masa i çmendur për ta bërë. Dhe përpjekja e akshit ka qenë konstante për ta heshtur të gjën. Akshi e zgjidhi me një paragraf të vogël të vendimit KLSH-s të kohës, mund ta gjejnë të tjerë personat të interesuar, duke thënë që ishte çështja e fatesh të lokseve, ne nuk kemi gjurmë çka ka ndodhur, sepse nuk mbanim lokset. Dhe kaq i mjaftoi. Përgjegjësia esensit të shtetit, pra që ti fshin të dhëna kontabilitetin e regjistrin qendror, nuk ishte asgjë kundi. U kthyen në çështje teknike. Pra si thuash, ne kemi serverat kanë disa parametra teknik, kanë shpejtësinë e procesorit, sa procesor ka, dhëna mbi ramin e kashes, kanë ramin, kanë hardisjet, kanë kartën e rrjetit, dhe ne një debat hakerimi apo çështje të dhënash që humbin apo zhduken apo të tërsohen, ne e kthejmë në parametra teknik. Kjo është keqdashje nga ana atyre që bëjnë të debat. Nuk është çështje më teknikësh, ekspertësh. Ata që e bëjnë të debat në të nivel janë keqdashës. Kanë një interes, nuk ka pikë rëndësie cili është, nuk ka pikë rëndësia vlera e interesit, dhe ata duan që të heshtet thelbi. Thelbi është papërgjegjshmëria e atyre 1-2 personave që bëjnë të gjën. Ky personi u promovua. Ky personi ka qenë krau djathtë i Dandyshe Bicit në kohën që ishte në kadastër, dhe kuptohet i Ermal Beqirit. Ky personi është pas çështjes Timsit, që shqetësoi temase partnerët tanë për te Atlantikut. Sepse është një sistem të mas i rëndësishëm në bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar. Në këtë sens, mendoj që këto tema duhen diskutuar dhe pak nga pak t'i zbardhim, pra gjatë javës apo dalin e radhës, unë do sjell pjesën e raportit të KLSH-s që e thotë të gjën, dhe sa kollaj, sa shkurt mbyllet. Sepse duhet të ecim me këtë lloj kronologjie. Çfarë ne kemi thënë dhe për ta t'i dhënë zë pastaj. Atë bëjmë me të shën, atë bëjmë atje. Kështu e kemi nisur, kështu do të vazhdojmë. Prandaj mungesa dje, se vdiqja edhe unë. Do ja dalim, me nga dalim. Reflektohet, jo reflektohet tek lodhja, jo. Reflektohet tek mënyra si ka ardhur sot në studio, po them unë. A që jam më i freskët thua? Jo që jam më i freskët, po është një shpjegim që realisht më lejo ta them, i vështirë për të perceptuar, por që ti e ke gjetur atë rrugën e mesme, që edhe ta sjellësh si informacion bazuar edhe në fakte dhe në shkresa, se këto çështje tani të IT-së teknike të gjithë i kuptojmë. Për fat keq, po. Këto janë ngjarje që kanë lënë gjurmë ida. Nuk kanë një skenar në të cilin do të heshten përfundimisht. E kuptova. Okej, i flasun. I ka folur Genti Progni me struktura më të vogla se ne. Dhe marr rastin, i kanë premtuar një ndjesë publike dhe e bëj sot. Do t'i drejtohesh? Postimi që unë e kam akuzuar që ishte fshirë i 31 dhjetori 2023 në fakt gjendet aty. Është? Unë nuk di të them, da bëj me humor tani të pjesë, nuk di të them nëse është fshirë dhe është kthyer, nuk di si mund të bëhet, por unë isha i sigurt me timin që ishte fshirë, në fakt është aty. Që bravo Genti, aty e ka postimin. Dhe ai postimi i Gentit është interesant, na kanë ardhur materiale të tjera për përfshirjen e shoqërive të kontabilitetit, shoqëri të treta, cilat kanë rol të kjo afera e akshit, sepse kanë automatizuar procedurën e faturimit mes kompanive përfshira në të aferë. Afera e akshit ne jemi fokusuar, vim të që të ti bërë një bombë, ajo e marrë Beqiri, do i themi asaj, do të ktheja prapë. Kemi punë atë për 81 majt, pra. Mirë, dakord, e theqen filmin. Dhe 81 maj kam unë arsyet e mia. Okej, dakord. Ke personale ato. Dakord, po. Si jemi për personale. Vazhdojmë aty ku ishim. Flasim për personale. Ta lejmë, nuk flasim. Okej, e lejmë këtë herë. E di pse? Ma lër ta bëj këtë bisedë. Mos ishte shaka, ishte shaka. Po ku ka shaka se ti e plas sot? Për 81 maj, sepse do duhet kohë për të marrë të tëra rastet e Homeland Justice. Por në çdo rast, grupi i akshit nuk është Ermali. Ermali, për mendimin tim, ka qenë kryesori në inspirimin, nxitjen, kërcënimin. Ermali është Ermal Beqiri. Ermal Beqiri, po. Ka qenë, po njëtën e një gjithë dunjaja, s'është problem. Ka qenë kryesori në nxitjen, që Ermal Beqiri, nuk unë di që të them, po të shosh paragrafin e dosjes Pakut, ku Xhensila Tamizi jep shpjegimin për jatin. Unë kisha letra bulgare, thot, dhe Ermali tha, mbaje ti se kaloj me kollanë për Evropë.
Në diletantizmi tyre në të marrëzirët e bërjes letrave është i frikshëm. Ai kalon një jatë me vlerën 1 miliard lek, pak a shumë të vjetra, 1 milion euro, sa ishte fiks vlera, se jam i sigurt sa ishte. Ja kalon kësaj vajzës që është administratore. Dhe nuk i plas fare se kjo gjëja nuk ka perëndi që e fshet dot. Po pra vërtet, nuk është një celular. Nuk po shkon tek shpesa.al, mori një celular dhe ato të thënë mos pa përmend se nuk më paguan mua kjo kompania. S'kam reklamën për këtë. Më vare nuk ka rëndësi se po bëjmë që reklam. Është super dyqan shpesa.al, by the way. Ti nxisim tani, çunat e shpendinës i kanë sponsor, pse mos vjen të tani për sponsor. Mirë, okay. Shpesa.al nëse na dëgjoni ju mirëpresim. Në çdo rast, për tek kësaj, është dhe një strukturë fizike ka është një jatë i madh. Ja, kuptoj. Dakor, pra ku po e fshe? Dhe ajo thot, ma dha mua, thot se kjerëta bulgare. Do është indiferente. A ka taksa, s'ka taksa, a ka jetim pasuror. Po që infrastruktura ka njërë, se nuk jati nuk është se i ka dhënë një... Jemi në periudhën në cilën tatimet bëjnë tërkohës të faqe atyre në Facebook ato të kreatat që punojnë me Suedes punojnë ata, përsa i përket jetimit pasuror. Do hetojnë shumë të pasur të Shqipërisë, Bencat, Gjipat, ku diun Porsche, to merat, dhe jati del gjiro. Dhe e merë kjo vajza pa letra, pa mundësi për ta blerë, pa asnjë mundësi letrash, dhe thotë ka muna. Besoj e garancive. Pra ne thash Ermali thjesht, sepse tash me njën gjithë, është ky sharlatani dhe kaq. Por ka qenë më kryesorit. Por këta tjerë që janë të i grupi, ta do t'i tatojmë, kemi thënë në vijim, nuk janë parol, sepse në procesin e faturimit mes tyre, ta e kanë ngëlltitur keq atë rospën që themun. Ja kanë deleguar një firme të tretë, dhe të nxjerr Genti për e të parë, kështu që thash do t'ja njohim të drejtën. Pavarësisht se ne po eksplorojmë shumë më thellë se ai, por se mohoj dot e bëri para të gjithëve. Qëllimi në këtë historinë e test të ri, unë kam lavdruar Geron Meçëm për atë procedurën e ankimimit konstante, po dhe zoti Progni ka rolin e vet, të bravën të sens që e denoncoi. Kompania e kontabilitetit në ta marrim në vijim ka rol të madh sepse ajo ka automatizuar skemën e rrjedhjes parave mes palëve, po flasim për struktura fiktive joint venture-ash, të para përcaktuara, ku rolet e zgjedhjes kompanive duhen eksploruar pse janë zgjedhur, nuk kanë asnjë merit në zgjedhjen e tyre, janë grup shokësh, kryesisht prej femrave. Prandaj do ka rëndë personale ndërsa se i dot, po, okay, pak fare. Dhe pak fare të betohem. Kaloj. Po më pyesin sa herë takoj njerëz, më pyesin për këtë, nuk më pyesin çfarë po thoni një gjë. Asnjëri s'pyet mua se ndot oficia unë, e këtë të parë. Shumë interesante. Dhe puna është ne jemi kaq jashtë. Dhe se kuptojmë aq mirë, dim aq sa din ata që dalin çati gjën nga televizori. Jo dina zgjedh se po bëjmë pjesë njerëz tjerë, por kjo është pjesa pasaj rrjeteve sociale, s'kam ç'i bëj. Okej. Në çdo rast, mënyra si është krijuar grupi i këtyre kompanive që punojnë tek Akshi me Ermalin, në qendrën e asaj që e mban gjatë është një kompani kontabiliteti, e cila i ndihmon mënyrën si rrjedhin faturat. Qëllimi i rrjedhjes faturave nuk është kazual, është për të nxjerrë paran nga rrjeti bankar në mënyrë që të bëhen dhe pagesat në të zezë që duhen bërë, pra rushfetet. Është e ngjashme me historinë e inceneratorëve. Nëse mbani mend para 3 vitesh, 4 vitesh e gjysmë, po, ishte ai grupi atyre pleqjeve dhe plakave që ishin keq përdorur për të histori. Qëllimi i tyre ky është, duke qenë që vlerat e Akshit kanë qenë dhe ato të mëdhaja, i duhet një palë që e automatizonte procesin, që është kompania kontabël. Ka rënë në sy mënyra si bënte faturat, ka rënë në sy fatura që janë pa lidhje. Ka gjurmë, besoj, vetëm ka rënë në sy. Ka në gjurmë, kanë përdorur emrat të njerëzve që kanë denoncuar në prokurori këtë aferë. Është emri një inxhinieri, mos ta bëjmë sot, që ka shkuar dhe ka denoncuar përdorimin e emrit të tij dhe firmën e tij, inxhinier ndërtimi. Prokuroria e Tiranës në ndjenin time ka mbytur shpejt çështjen. Nuk di më shumë për momentin akoma, do ndjekim. Do ndjeki vetë personi ndoshta. Do të jetë interesuar në këtë. Janë të interesuar sepse janë bërë pisë, janë ngataruar në historira procedurash dhe këto kompani te rasti i Bankersit del po një tiroli kompanive kontabël. Ka qenë Ola Xama që disa herë jeshte ka theksuar me forcë, po pak e ka kuptuar rolin e tyre dhe bërjen pis dhe mundësimin e bërjes pis gjithë strukturës, edhe fshehjes dënave. Këto gjithashtu për mendimin tim ja vlen që të dedikohet pa kohë dhe kemi në fokus me ngadalë, ndërkohë që i zbardhin materialet. Kolegët tanët po punojmë për t'i trajtuar. Kemi marrë një material jo të vogël, unë jam rikthyer postimit Genti Progni për ta parë me kujdes çfarë dinte ai në atë kohë dhe për të folur me të nëse ka burime të tjera dhënash, për t'i dhënë vjueshmëritë e saj pjese, sepse fiktiviteti i skemës që ti nisën fillim bisedës tonë të grupit strukturuar është dhe të kjo marrëdhënie mes tyre. Jo më kot tu hyn ëmbëlsirat për të bërë si instrument i nxjerrjes paras dhe ja vlen ta ndjekim. Po tani se u po mbyll po. Ermali që i thua ti thonë që i them Ermal Beqiri. Vërtet është njeriu që shtruri dhe na ka hakeruar e na ka nuk ka hakeruar se ato dhënat nuk ndodhen në fund fare, me ato dhënat nuk ndodhe asnjë dëm. Të vetmet dhëna ndoshta
mendoj unë pak sa dëmtuese kanë qenë ato të bankave, se u fol ato ditë në lidhje me sa leka X, Y, që nuk është as pak korrekte. Jo, as etike, absolutisht. Disa dhëna personale që janë fotot e njerëzve, përsëri dhe ajo është gabim i madh. Që duhet refuzuar dhe nëse vjen në dispozicion. Deri më sot, nuk kemi ndonjë rast të ndonjë dëmi që dikush të ankuar që ka ndodhur nga rrjetet e dhënave, pra shqyrë do thoya unë. Sepse bota online në Amerikë dhe në Evropën nordike kryesisht ka plot raste të tilla ku dhënat që rrjedhin përdoren për dëme shumë sofistikuar, që nga vjedha e identitetit dhe dhëna tjera historira. Nuk dim, në Shqipëri të ndodhur, shqyrë. Por nuk mendoj që e ka bërë për të arsye, se ishte hacker. Hackera zakonisht e bëjnë për krahësi të rrjetit të dhënave. Pra rastet që kanë në Amerikë janë për transparencë. Hackeri bëhet sikur të jetë gazetar, me rolin e gazetarit, vjedh disa të dhëna dhe nxjerr. Panama Papers janë për të arsye, janë për të dëmtuar një rrjet oligarkie dhe offshore masiv në për Evropë dhe Amerikë. Ky e ka përshantazhuar për shtetin. Ky nuk ka shantazhuar biznesmenët. Nuk dim në një rast ne që Ermal Beqiri, me dhënat që vodhit e bankat apo në shtet, kërcënojnë një person. Ky ka kërcënuar shtetin, ortakët e tij, partnerët e tij, në një skem vjedhje më vonshme tendrave të akshit. Rasti im personal hyn tek Bastet. Është tjetër lojë që ai ka bërë bashkë me Ergyll Sagasin, pra unë gjykoj të kushtëzuar ata të dy nga njerëz të tjerë, jashtë dashur të futen te ky sektor. Nuk jam i qartë ku hyn këtë lojë kompania e pagesave që ju hoq së fundi nga Banka e Shqipërisë licenca që Ermali kishte, pra licenca pagesave te kompania e tij, ndoshta ka qenë dhe kjo një arsye, nuk jam akoma i qartë të pjesë, jam duke ndjekur. Qartësohesh për një javë dhe vjen me tjera informacione këtu apo jo? Do çik më shumë kohë, po. Por ajo që jam i qartë është që padyshim ka dorë ai koncesioni që ai smori i PKI-s, i Çelsave, tjetër. Dhe pagesave që do rridhnin aty te Albanias. Pra tani këta duhen mbajt shënimet e shikojmë hapa sa. I mbaj mendum pa merak. Jo ti mban mend, unë do t'i mbaj shënim për bisedën e radhës. Do t'i sqarojmë. Kanë kaluar gati 50 minuta në një bisedë ndryshe, mu duk si rrëfim, po pastaj ke ndaluar, më ke dëgjuar, kështu që thjesht për informim, më shumë për ta kuptuar, sepse jo të gjithë ne kemi mundësinë me këto detaje që ti përftojmë edhe si informacion, po shumë çështja e Meksi mbeten të hapura, kështu që do vish prap. Do vi prap, ta quajmë kështu, po bëjmë komisionin hetimor që Berisha s'bëri dot. Po Berisha pse përmend pas here apo? Do ta flasim herë. Po ai ka çdo drejt ta përmendi. Ajo çka unë kam ftuar është ta përmendi në formën e duhur, pra të ndjekit vërtetën, jo të ndjekej lojrat. Unë vet jam në një pozitë vështirë, se në këtë histori nuk u përfshija për vërtetën. Dhe më duhet tani ta korrigjoj ta kthej. Do ishte mirë ta bënin edhe ca aktorë të tjerë. Gen Progni deri më sot më rezulton që ka bërë për vërtetën, pavarësisht se sot më duket kjo gjë është qesharake. Ai bëri një kallëzim, nuk e ka bërë me qartësinë, ndoshta sepse dhe ai ka pasur me nxitim atë moment, nuk ka asnjë vlerë kush ja ka dhënë burimin e dhënave. Kjo është idiocia jon klasike. Pse e bëre ti? Ma bëri të pyetë ai vetëm mua, pse po e bën ti? Thash, who cares? Çat plasi. Ma lër arsyen time mua. Arsyeja ime është shumë primitive, shumë egoiste, është e ndjeu në gjakun tim. Ta që unë nga dorëmën të historisë se kuptuan këtë arsye, fatkeqësisht. Se nuk hatën fatmirësisht për mua. Ju a thash, për balë nuk e kuptuan, e tadhën, e kthyen në formë degenerimit të një mashkulli, e kthyen në poshtërim, me humorin e tyre pervers. Unë e ktheva në forcë, kaq. Genti e ka bërë arsyetë e veta në 31 dhjetorin 2023, bravo i qoftë dhe një herë dhe ndjes që e kam akuzuar në atë sens. Po kaq është kjo histori. Ne në Rim gjykojmë pse bëri. Zoti Berisha ta bëj për atë që ai quan demokracia dhe lufta e opozitarizmit. I kthehet një asaj gjë se ka humbur herët. Po di unë 13-14 dhjetor në 10-s në shaj humbi. Aq herët? Po aq herët kanë përshtypjen. Kuptova. Meksi, faleminderit. Besoj do të jemi sërish së bashku me çështje tjera se ke lënë shtegje, po them unë, për të sqaruar me çështje dhe janë ngritur disa pikpyetje, pa diskutim. Nëse e shikojmë edhe ftohtë unë kur të rikthehem për bisedën e radhës, po ka disa çështje të cilat ne do të rikthehemi. Faleminderit. Me kënaqësi. Faleminderit juve. Mersi. Disa u thashtë edhe në faqen tonë zyrtare, motcn.tv.al. Unë do t'ju falenderoj që na ndoqët nesër, si zakonisht, shihemi në orën 10. Faleminderit edhe një herë.